Është arrestuar Federica Mogherini, ish diplomate e Bashkimit Evropian. Për të folur mbi këtë ngjarje kam të ftuar në një lidhje direkte analistin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve. Zoti Merkoçi, si e shihni këtë arrestim të Federica Mogherinit? E shoh si një luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pasi jemi koshient dhe të përfolur në të gjithë kohën që europianët, përfaqësuesit e tyre, ata të cilët drejtojnë Bashkimin Evropian apo Këshillin e Europës, që nuk janë njerëz që burojnë nga vota e popullit, po janë njerëz të zgjedhur, kanë treguar që gjithmonë kanë qenë të korruptueshëm dhe kjo e vërtetuar nga ato takime apo raporte që kanë bërë posaçërisht për Shqipërinë. Mos harroni se këtu është përfolur çdo lloj ambasadori, çdo lloj i huaj i dërguari që ka ardhur për marrje rrugshfetesh. Dhe kjo jo e thënë sepse duhet ta themi ne, por e thënë sepse vetë veprimet e tyre kanë treguar një gjë të tillë. Nëse do të marrim vetëm rastin e fundit, kur Shqipëria hap negociatat, hap kapitujt e negociatave, në të njëjtën kohë kur gjendja në Shqipëri është katastrofë, kur ne kemi një mafia shtet dhe ata vinë dhe lavdrojnë Shqipërinë apo Ramën, se jo Shqipërinë, por Ramën, kryesisht Ramën, tregon se janë njerëz të korruptuar, janë njerëz të cilët blihen me para dhe të gjithë ajo që u kam thënë që të gjithë këta lloj përfaqësuesish janë të gjithë pjesë e së majtës. Ajo e majtë e cila është marrë gjithmonë me korrupsionin, me drogën, me krimin, i lidhur në çdo moment. Dhe ajo që ka shpallur tashmë për luftën kundër korrupsionit dhe drogës, edhe në Shqipëri, jo para 2 ditësh Donald Trump e shpalli këtë edhe për Europën, por edhe për Shqipërinë, për grupet kriminale të drogës të ardhura, të lidhura me Shqipërinë. Mos harroni se kanë dalë shumë grupe kriminale të drogës, ashtu siç ishte edhe Sinaloa, tregon se ka një goditje të madhe për sa i përket Europës. Dhe ajo që është më kryesorja, të gjitha njerëz, të cilët janë përfaqësues të BE-s apo KE-s, janë të gjithë të lidhur me organizatën terroriste George Soros. Dhe jo pa qëllim, e kam ngritur dhe kam thënë që Shqipëria është qerrë e George Sorosit. Dhe këta njerëz kanë ardhur gjithmonë këtu, kanë bërë propagandën e tij dhe kanë lavdruar në mënyrë patetike Ramën, megjithëse ky ka ndërtuar një mafia shtet, megjithëse ky po e varfron këtë vend, po e shkatron këtë vend, po e shet këtë vend. Dhe ajo që është më e keqja është se ky njeri po del hapur në mënyrë të hapur kundër politikës amerikane dhe vetë Donald Trump. Nëse do ta vini të re me kujdes kur të dërguarit e Europës ishin, apo këto përfaqësuesit janë dërguar, ta shkojnë vetë. Përfaqësuesit e Europës ishin në takim me Donald Trumpin për sa i përket Ukrainës, kur donte të afrojë dhe të bënte fotografi aty tek Vllautini, do të bëte fotografi në krah Trumpit, e nxori në fund të rrjeshtit. Kështu që Europa është e glabëruar nga politika Sorosit dhe nga korrupsioni. Kështu që nuk mua më vjen mirë që ka filluar kjo lloj betejë, po inshallah fillon edhe me ata që janë në drejtim të Bashkimit Evropian apo të Këshillit të Europës. Zoti Merkoçi, si e pat vendimin e ditës së sotme të gjykatës kushtetuese, të cilët 3 gjyqtarë menduan që t'ia kalojnë çështjen 8 gjyqtarëve, pra trupës së plot të gjykatës kushtetuese, dhe ende nuk kemi një vendim. A është një dyshim ose një vendim që është shumë i vështirë për t'u marrë nga kjo gjykatë? Vendimi është mjaft i thjeshtë për t'u marrë, megjithatë ky 4 ditë kohës e diskutuam edhe bashkë, ky 4 ditë kohës i lënë ishte thjesht 4 ditë për të bërë një marrëveshje Rama me antarët e gjykatës kushtetuese, por
nuk besoj, unë kam thënë vetëm nëse ata do të pështynë surrat atë veten e tyre, pasi është nonsens, pavarësisht të gjithë janë hedhur dhe thonë, jo Rama hodhi një ide, domethënë Komisioni Venecia se ka interpretuar dhe e thash. Më vjen keq se dhe opozita nuk e ka përmendur dhe nuk e thot ajo që është më kryesore, që gjykata kushtetuese nuk ka se ku lëviz. Është ligji 9054 i vitit 2022 i ndryshuar. Pasi ky ligj është bërë 2013 dhe ku thot në mënyrë taksative që çdo veprim i prokurorisë, pra në bazë kodit procedurës penale, akuzohet dhe merret masa e pezullimit dhe zbatohet në mënyrë të menjëhershme për ministra, zëvendës ministra dhe ata që mbajnë mandatin e deputetit. Kështu që nëse gjykata kushtetuese do ta hedhë poshtë këtë ligj, dhe është pikërisht neni 11 fraksion njëse ishte neni 11, në atë kohë të jemi realist dhe ta pranojmë. Berisha ngriti një version kur tha të hiqet imuniteti i deputetit, nuk u hoq imuniteti i deputetit, po u bë kjo lloj ndryshim. Shtesë, themi, jo ndryshim, po shtesë, se është neni 11.1 i ligjit 9054 i vitit 2022. Dhe ky ligj u bë pikërisht në momentet kur kishit përplasjet me zëvendës kryeministrin Arben Hameti. Dhe mi bazën e këtij ligji u hoq edhe Arben Hameti. Kështu që gjykata kushtetuese nuk ka se çfarë merr vendimi çfarë të marrë, sepse nuk ka lidhje fare me kushtueshmërinë. Është vendim i gjykatës të antikorrupsionit, krimit të organizuar, që ka marrë një vendim për pezullim dhe gjykata pikërisht në këtë ligj është mbështetur kur ka dhënë pezullimin e Belinda Ballukut. Dhe ky ligj, ja u ritheksoj, është i vitit 2022. E ka quar vetë Rama në parlament. Pra është një shtesë e ligjit i propozuar nga qeveria dhe e ka dërguar në parlament. Tashi, qofse këta duan të bëjnë lojra të tjera, kjo është gjë tjetër. Por ajo që më bëri përshtypje sot nuk ishte vetëm pse e kalua në seancë, por veprimi që bëri Belinda Balluku duhet e ankimuar sot vendimin në gjykatë apelit. Pra, tregon frika që qëndron tek vendimi i gjykatës kushtetuese, sepse gjykata kushtetuese nuk ka se çfarë vendimi të marrë, nuk mund ndali. Gjykata kushtetuese nuk është, ja u kam thënë, nuk është gjykatë fakti dhe nuk është gjykatë apeli. Gjykata kushtetuese shef vetëm përputhet me kushtetutën ky veprim apo nuk përputhet. Po kodi i procedurës penale përputhet me kushtetutën apo nuk përputhet. Përputhet me kushtetutën. Dhe këtu jemi në atë pjesën të cilën nuk mundet një gjykatë kushtetuese të bëjë interpretim. Nuk janë shkelur të drejtat e njeriut. Belinda Balluku është thirrur në SPAK. Jo është dhënë akuzë. Ka firmosur për akuzën. Është dhënë masë e sigurisë. Masë e sigurisë është dhënë pasaportë dhe pezullim nga detyra. Unë kam thënë, duhet shkonte pak më tej, sepse duhet jepte edhe detyrin paraqitje. Nuk e ka dhënë. Gjithsesi, kjo masë që ka marrë GKK-ja është brenda ligjit. Nuk është jashtë ligjit dhe nuk ka shkel kushtetutën. Se çfarë do të interpretoj gjykata kushtetuese, unë këtë nuk e di. Ndoshta mund them edhe tjetrën që gjyqtarët të cilët paraprak, të cilët e kanë çuar për në seancë, ndoshta kërkojnë edhe të nxjerrin, ta bëjnë, domethënë fakt, precedent dhe ta bëjnë me ligj. Por nuk mund dalin mbi ligjin të cilin e ka aprovuar parlamenti, se ai ligj, atëherë bie që ky ligj jetë kushtetues. Atëherë do të kishim dërguar ligjin 9054 duhet ta kishim dërguar në gjykatë kushtetuese si antikushtetuese. Pra kemi një përplasje. Dhe nuk e di se çfarë guximi kanë marrë për ta çuar, por nuk kanë qenë të zot, ka janë të kapur, duan të shtyjnë kohën. Kjo është problem tjetër. Por në mënyrë absolute, gjykata kushtetuese nuk ka vend për interpretim. Nuk ka çfarë të interpretoj.
Thash, nuk janë shkel të drejtat e njeriut, nuk është shkel procedura, se gjykata kushtetuese këtë ka. Në qoftë se ty t'janë shkel të drejtat e tua, si person, ose procedura jote ka qenë pa rregull, nuk e thirrur, nuk e bërë, nuk e, dhe janë marrë vendimin pa qenë ti pa bërë, dhe kjo po mund ta shohë, a është përputhje me kushtetuese me të drejtat e njeriut, apo nuk është, apo bie ndesh. Këtu nuk kemi ndesh me të drejtat e njeriut. Posti që Rama pretendon se bllokohet qeveria se u hika zëvendës kryeministre, është absurde. Nëse do marrim një rast fatkesie, ndodhi një fatkesi, ç'a bëhet? Bllokohet qeveria? Bllokohet qeveria. U smu. Shkoj 4 muaj në spital. U operu. I rajnë fakt. Ku diu? Ç'a bllokohet qeveria? Ç'a janë të teori? Kjo nuk janë justifikime dhe këto nuk janë argumenta për ta mbrojtur në gjykatë. Dhe aq më tepër thash, nuk janë shkel të drejtat e personit, nuk janë shkel në mënyrë absolute jo. Spagu dhe GKK-ja kanë vepruar bazë kodit procedurës penale. Dhe mbi bazën e ligjit, po ja u ritheksoj 9054 i 2022-shit, mbi mandatin e deputetit. Atëherë, këto janë lojra që bën Rama. Rama si ka arë fundi dhe kërkon në çdo kusht. Unë kam thënë, Rama nuk e shkarkon dot Belinda Ballukun vet, pa pasur një vendim gjykate. Dhe ai kërkon në çdo moment, në çdo formë, të gjejë një vendim gjykate për të shkarkuar Belindën. Se ai vet me firmën e vet, pa një vendim gjykate, nuk e shkarkon dot. Se po të ishte për ta shkarkuar, ai e shkarkonte ditën e parë që ajo doli nga Spagu dhe mori akuzën dhe u mor si e pandehur, apo ditën kur kjo shkoi në zyrë neti 7 orë, thirrë dhe ulësin. Ulësi e di këtë, se ka qenë dhe ministër. Si është e mundur që ligjet të cilat veti miratojnë, veti dërgojnë, veti bëjnë, dhe pastaj veti mohojnë, apo nuk e zën me gojë. Dhe unë edhe dje, kur Berisha foli në atë foltoren e tij, dhe u mor me Venecian, u mor me krahasimet e një vendi perëndimor, një vendi lindor, më thash, s'ka nevojë të merresh me këtë. Nxirr vetëm ligjin që ke miratuar vet. Ligjin që ka miratuar parlamenti. Dhe është mbyllur çdo gjë. Nuk ka pse e kam veshin anapolla. Kjo është i gjitha. Zoti Markoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve.